mund të zhvillohet për një kohë të gjatë pa dhënë asnjë simptom të qartë. Pikërisht për këtë arsye specialistët theksojnë se burrat duhet të jenë të informuar për faktorët e rrezikut dhe të diskutojnë me mjekun për kontrollet e nevojshme. Një artikull i publikuar së fundmi nga The Telegraph, bazuar në këshillat e një kirurgu të specializuar në kancerin e prostatës, ka rikthyer vëmendjen te një sëmundje që prek shumë burra, por që në fazat e hershme mund të kalojë pa u vënë re. Një nga çështjet kryesore është testi i gjakut PSA. Ky test mund të ndihmojë në identifikimin e rasteve që kërkojnë vlerësim të mëtejshëm dhe mund të kontribuojë në zbulimin e hershëm të rasteve potencialisht agresive. Por ka një gjë shumë të rëndësishme. Një PSA i lartë nuk do të thotë automatikisht se një burr ka kancer të prostatës. Niveli i PSA-s mund të rritet edhe për arsye të tjera që lidhen me prostatën. Prandaj një rezultat i vetëm nuk mjafton për të vendosur diagnozën dhe mjeku mund të kërkojë ekzaminime ose vlerësime të tjera. Një tjetër problem është se kanceri i prostatës shpesh nuk shkakton simptoma në fazat e hershme. Vështirësitë gjatë urinimit mund të lidhen me probleme të prostatës, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se bëhet fjalë për kancer. Rreziku për kancer të prostatës rritet me moshën, veçanërisht pas moshës 50 vjeçare. Por mosha nuk është faktori i vetëm. Historia familjare e kancerit të prostatës dhe disa mutacione të trashëguara gjenetike, përfshirë ndryshimet në gjenet BRCA, mund të arrisin rrezikun për disa burra. Pikërisht për këtë arsye, specialistët rekomandojnë që vendimi për të bërë testin PSA të merret në konsultim me mjekun. Merren parasysh mosha, historia familjare dhe faktorët individual të rrezikut. Dhe edhe këtu ekziston një tjetër dilemë. Testimi mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm të sëmundjes, por mund të zbulojë edhe tumore që rriten shumë ngadalë dhe që ndoshta nuk do të shkaktonin kur probleme serioze. Në raste të tilla, zbulimi mund të sjellë ankth dhe në disa raste edhe trajtime që mund të mos kenë qenë të nevojshme. Prandaj mesazhi kryesor i specialistëve është i thjeshtë. Mos prisni patjetër që të shfaqen simptomat për të folur me mjekun për shëndetin e prostatës. Sidomos nëse jeni mbi 50 vjeç ose keni faktor të njohur rreziku, ja vlen të diskutoni me mjekun nëse dhe kur testimi është i përshtatshëm për ju. Dhe një PSA i lartë nuk është diagnozë kanceri, është një sinjal që mund të kërkojë hetim të mëtejshëm.